për na futur në atë qytetin që folën pak më përpara. Por kam diçka kundra teje, thot kishës në Efes. Sepse çfarë? E ke lënë dashurinë tënde të parë, thot. Sepse dashurinë tënde të parën e le, thot. Kush është dashuria e parë? Okej. Mateu 24. Mateu 24. Po interpretojmë shkrimin, vëlla motër. Po interpretojmë, po zbërthejmë Biblën për lavditën tia me hijen e tia. Mateu 24. Ko flasim për dashurinë e parë, e para Gjoni 5:3, kjo është dashuria atit Elohim, që ne të zbatojmë urdhrimet e tia, dhe urdhrimet e tia nuk janë të rënda. Prandaj çdo zbatim të urdhrimeve që Ati na le, ne tregojmë dashurinë e vërtetë. Kur le urdhrimet e Atit, masandaj ftohet dashuria. Por kam diçka kundra teje, thoshte kishën e Efes, sepse dashurinë tënde të parën e le. Dashurinë tënde të parë e le, si? Ke lënë urdhrimet e Atit. Kjo është dashuria vertikale. Ndoshta disa për nesh nuk besojnë. Okej. Le të sjellim mirësinë e Atit në shkrimin e tij. Po, më falë. Okej. Një moment. Vëlla motër. Dhe do të dalin shumë profetë të rejmë dhe do të mashtrojnë shumë njerëz. Normal. Dhe duke qenë se paudhësia do të shumohet. Cila është paudhësia? Paudhësia është mëkat, mëkati është shkelja e ligjit. Duke qenë se ligji i Atit do shkelet vazhdimisht sot, dhe kjo gjë do të rritet, thot, atëherë si rezultat do të tiftohet dashuria. Përse? Sepse paudhësia do të shtoheshe. Ja ta shikojmë disa koncepte, vëlla motër. Unë lutem Atit. Kur nuk Satani nuk do që ti dhe unë të dim çfarë është mëkati. Satani nuk do që kisha e Atit të dihet çfarë është mëkati. Nuk do që të interpretohet shkrimi me anë të shkrimit. Është puna e Satanit. Do dali me filozofi greko-romane të Platos, platonike që ishin që në kohët, që janë filozofi të platonike ishin imagjinata. Imagjinata të krijuar në mendjen e njeriu. Sot kemi imagjinata të krijuar të Mesias, imagjinata të krijuar të Atit të vërtetë. Imagjinata që ajo Ati tani ajo ka ndryshuar, tani erdhi me anë të Birit dhe e ndryshoi ligjet e tij. I anulloi, i kryqëzoi. Oh my God. Ai, ku jemi sot? Mëkati është shkelja e urdhrimeve të tija. E çdo padi kundra urdhrimeve të tija. Mëkati është shkelja e ligjit. Paudhësia, çfarë është, vëlla motë? Paudhësia është mëkat. Duke qenë se paudhësia, që është mëkat, që është shkelja e ligjit, ja si interpretohet Mateu 24. Duke qenë se shkelja e ligjit do të rritet, do të shumohet, shumë kujt do të ftohet dashuria. Dashuria ndaj Atit që është vertikale. Duke qenë se shkelja e ligjit do të rritet, përse shkelin ligjin? Sepse nuk e duan Atin. Po të më tani, thot Ati, zbatoni urdhrimet e mia. E para Gjonit 5:3. Kjo është dashuria e Atit që ne të zbatojmë urdhrimet e Atit. Kur nuk zbaton urdhrimet e tija, dhe dashuria e Atit është mënjanë, është lënë mënjanë, ka hyrë paudhësia. Do të dalin shumë profetë të rejmë, e pama si daloshin profetët e rejmë. Profetët e rejmë thonë diçka realizua
Ose ata që nuk thonë, thotë, okay, është shumë e thjeshtë, kuptove. Foli diçka, nuk o realizore lere. Masandaj, ai që thotë, flet diçka dhe propozon dhe të bënte një shenjë mrekulli përpara teje, sepse në orët e fundit Satani do bëj shenjë mrekulli për të tërhequr dhe pamë masandaj që kush ishte, ja ku është bisha dhe figura e saj që në këtë rast janë kundra urdhërimeve dhe besimit të këtë atit. Lavdimit tent o atë. Bisha që Satani, vlla motër, është kundra urdhërimeve të atit dhe besimit tek Jashua. Po ndodh që ti mund të deklarosh që unë besoj tek Jashua Mesia te Krishti, por të mban peng duke mos zbatuar urdhërimet të atit Elohim. Është bisha figura e saj, sepse duke ditur që mëkati është shkelja urdhërimeve. Ja çfarë po ndodh sot në asamblen. Të tërë deklarojnë që besojnë tek Mesia Jashua. Po ku janë zbatimi i urdhërimeve të atit? Ku është qëndrueshmëria jonë? Ku është dallimi? Ku është shenja? Ku është veçimi jonë? Thot, atëre do të skandalizohen dhe të tradhtojnë njëri tjetrin, do të urrejnë njëri tjetrin, thotë, do të dalin shumë profetë të rremë. Prap konteksti. Do të dalin shumë profetë të rremë, shumë apostujt të rremë që janë gënjeshtar apo jo? Shumë do pretendojnë që janë apostujt e profetë, thotë. Ju keni kujdes, si do t'i dalloni? E pa më pak më përpara. Dallimi është nëse zbatojnë urdhërimet e atit tim, thot, ata janë prej meje, thot Mesia, I kam dhënë unë autoritetin që të mësojnë në këtë rast urdhërime dhe të besoni tek mua, thot, për mbretërinë që po vjen, sepse urdhërimet e mia, thot, ju do t'i mbani përjetësisht, thot. Tani po I mbani pjesërisht, sepse ju jeni çfarë të shpërndar apo jo, e pa pak më përpara, se ju jeni të shpërndar për momentin. Në të gjitha skajet e botës, në të gjitha kombet ku ati ju ka shpërndarë sepse ju nuk ishit bindës, por tani thotë tani ju çfarë? Ju po ktheheni. Tani po ndodh që ju po ktheheni, thotë apo jo? Kjo po ndodh. Kjo po ndodh të tërë botën, që po kthehemi tek Ati Elohim nëpërmjet të birit të Tij, duke zbatuar urdhrimet e Tij më vonë, por nuk ndalon ti dhe unë vëlla motër vetëm sepse besuam. Po vetëm besove tek Mesia dhe pastaj ndalon aty, mos praktikosh urdhrimet e Atit. Ajo është një besim tjetër që apostujt nuk kanë folur. Flasim Mateu 24, kur flasim për dashurinë. Okej, le ta shikojmë çfarë shkrimi thotë. Dhe biles, Mateu 24 është para zbulesës, para në këtë rast kur Mesia po flet në Mateu 24, po flet para ngjarjes të zbulesës 14, para ngjarjeve ose në të njëjtën harmoni me kishat në 7 kishat që janë sot të shpërndara, që pamë në kontekstin e ligjit për 30 që në këtë rast të Izraelin, që ati ka shpërndarë në gjitha kombet. Mateu 24 duke filluar nga vargu 8. Vargu 8 deri në 13. Për ngjarjet e fundit, që jemi në orët e fundit, në ditët e fundit, para se të vijë mbretëria e Mesias në tokë, lavdiatit, dhe do mbretëroje për jetë, duke filluar nga 1000 vjeçarit, lavdiat. Atëherë thotë. Por po flet për disa ngjarje, për luftrat, për çdo gjë që do vi, thotë këto, mos u shqetësoni, thotë, sepse çfarë? Këto janë vetëm fillimi I dhimbjeve të lindjes. Kur shikon fillimin e dhimbjeve të lindjes, po flet për qytetin, vëlla motër, 1000 vjeçarin. Dhe është një mësim vete, cilat janë dhimbjet e lindjes që flet në Isaia, haprazi për çfarë flitet. Atëherë thotë do t'ju dorëzojnë në mundime dhe do t'ju vrasin, thotë të gjitha kombet do t'ju dorëzojnë do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim, thotë. Atëherë shumë do të skandalizohen, do të tradhtojnë njëri tjetrin dhe do të urrejnë njëri tjetrin. Vëlla motër, kur flet për që to do t'ju dorëzojnë dhe do t'ju vrasin. Këto gjëra kanë ndodhur që kishin apostujt dhe akoma vazhdojnë në vende të botës, ju shumë për ju mund ta dini. Në Nigeri apo në Siri apo ndodhin këto gjëra nga ekstremistë që quajnë veten që janë
muslimane, sepse thuhet në librin e tyre që masandaj është një mësim vete, por do t'i ekspozojmë dhe këto disa programe në Kosovë që vishte masandaj një pastor adresonte disa gjëra me një tjetër që ishte hoxhë, por ai bëri të mirë e mundshme. Do flasim për atë aspekt, do dalë dhe të ekspozojmë këto gjëra likësie që vazhdojnë akoma të besohen. Okej, po flisnim për dashurinë. Çdo që beson se Jashua është Mesia, është i vajosuri, është i dërguari, se fjala Krisht do thotë i vajosuri, i dërguari para përcaktuar. Çdo që beson, thot, dhe këtu është Efezianët 1, çdo që beson që ai është që do të vinte, thot ka lindur nga Elohim dhe kushdo që do atë që ka ngjisur, do atin, do dhe atë që ka ngjisur nga ai, thot. Do atin, thot, kushdo që do atë që ka ngjisur, do dhe atë që ka qenë ngjisur nga ai, nga ati pra. Sa do doja të shpenzoj një kohë, orë të tëra me vëllezërit e motrat. Në një konferencë të madhe, vetëm 8 orë leximin e shkrimit, të paktën 8 orë. Vetëm të rinim, vetëm të dëgjuar, të më dëgjoje vëlla motër. Të më dëgjoje, unë lutem atit që ta vendosi në një ditë, dhe lutem atit, në Shqipëri. 8 orë, vetëm leximin e shkrimit. Ti të rish dhe të dëgjosh në qoftë se ke një zemër. Dhe të kuptosh interpretimin të shumë aspekteve, ta lën pyetje, të bësh pyetjen tënde masandaj dhe të jepet përgjigja, të dallohet në ekran, ta shikosh. Me hirën e atit, vlla, do ta bëjmë këtë gjë. Vlla, do ta bëjmë këtë gjë. Për lavdit të tij. Do mlidhemi. Kush ka zemër, le të vijë. Kjo është sfida që do t'i bëjmë vëllezërit e motrave në Shqipëri. Sfida e mirë, vëlla motër. Sfida e mirë po flasim. Jetë drejtues, kushdo që të jetë, le të vijë në këtë rast të miqësojmë, të hamë nga buka jetës. Lavdimit të tij. Çfarë do bëjmë vëlla, herën që vjen? Mbaj mend, përgatiteni. Do bëjmë një konferencë 8 orëshe. Amen. Dhe çdo pyetje që besimtarët e sinqertë dëshirojnë të marrin dhe të vinë të mësojnë, të bëjmë pyetjet e tyre, dhe masandaj do thyem dhe bukën në fund për lavdit të tij. Të miqësojmë. Por kjo doli tani në zemrën time, dua ta bëj këtë për atë. Okej, ja ti shikojmë. Ka plot vargje, por nëse do të shikojmë disa koncepte që kanë mbajtur peng shumë prej nesh. Një varg tjetër ishte një varg shumë i fuqishëm që unë nuk e le dot. Në vargun 18 është ata prej një. Në vargun 18. Okej. Një moment.